nuk them për 2 vende, 3 vende, për 5 vende minimum do t'jemi le të themi 10 vende. Një numër modest kishte me qenë 10 vende. Më na akuzoneve për në 2022, kur ne kena marrë përse në 2021, kjo është, s'pa tham paditorisë, e di që s'jeni të padituna, po ma shumë është qëllëm keq. Jo, unë shpresoj që ka me pas rritje, nuk kisha dash me dhoni shifër cak. Ku kime rangu Kosovën, testin PISA, nëse ju e meni pushtetin 4 vjetë? Edhe njëherë, ne zotohemi që do të punojmë fort në krijimin e kushteve, në kthimin e dinitetit mësimdhënësit, gjithsesi në bashkëpunimin s'ka premtim për ndryshim të PISA-s. Veç për kushtim e punu. Jo, me punë arrin rezultatet jeta. Çfarë rezultate? Hajde kallëzoma çfarë rezultate për premton? Tash, realiteti është që unë nuk them për 2 vende, 3 vende, për 5 vende minimum do t'jemi 5 vende minimum. Mirë, 5 vende minimum, ma mirë se pa numra, kjo ke ma mirë me numra. Jehon, qysh ndrën rangimi Kosovës në PISA nëse ju vinin pushtet? Matjet që ju bëhen nxënësve tonë kanë të bëjnë me shkollat fillore dhe do të intervenojmë në shkollat fillore. Duke ja mundësu që kurikulat ekzistuese të cilat janë sot që janë dizajnuar për mësim tërditor, se kanë ngarkesën më të madhe, ta aplikojmë mësimin tërditor në shkollat fillore për klasat 1 deri në 5, duke i përforcu pikërisht pikat e dobta që ka thënë PISA, matematikën logjike, lexim kuptimin, dramën, me shumë aktivitete tjera sportive edhe jashtë shkollës edhe brenda shkollës, me qëllim që nxënësit me u komplimentu krejt në arritjet e tyre. Do të bëjmë një intervenim tek mësimdhënësit duke i motivuar ata, duke u bërë pagat 1.000 euro bazë, që i bie koeficienti 150 euro, dhe duke u amat performancën atyre, duke ju dhënë mundësi për trajnime dhe duke i përkthy në rezultate konkrete me nxënës të cilët janë me arritje të jashtëzakonshme dhe me nxënësit që janë me ngecje në edukim, dhe do t'i dhënë mbështetje shkollave duke i decentralizuar financiarisht, duke pas ato mundësi që të zhvillojnë aktivitete sa ma shumë brenda tyre. Me këto 3-4 intervenime, ne mendojmë që ndron performanca e nxënësit dhe shndrohet, ose dëshira e nxënësit për me kuptu dhe me simulu aftësinë e tyre me atë që marrin si lloj edukimi, i rrit performancën në PISA. Edhe ty, Jona, a moj me të lut me ma qitën shifër sa ka me përparu Kosova në listën e PISA-s nëse ju e merrni pushtetin? Unë kam dëshirë që me bo kësime tepër të mëdha. Nuk e besoj që ka kësime, do më thonë, nuk ndodh një... Në fund mandatit po flasë? Po, janë 4 vjetë që mundën me përmisu performancën e PISA-s, le të themi 10 vende. 10 vende, okej. Që po ki qef me kuantifikuse. Po kom qef, sepse shumë kemi folë të gjithë e ditë. Unë kam qef edhe ma shumë, po... Mirë, qefi sa Stamulli thonë, mirë, po edhe unë e kom qef, po sa është reale, për që atë po i pys. Besjan, plani PDK-s me në ndru në rangim të PISA-s, cili është? Po jetas pari është mirë me përmend që fatkeqësisht ne kemi pas rënje në testin PISA. Pra ne jemi 12 pikë pas që nga matja e fundit që ka ndodhur. Kështu që është mirë me tregu që ka pas, jo që s'ka pas progres, po ka pas edhe regres. Do të 83% e 15 vjeçarëve të Kosovës nuk munden me kuptu një tekst të cilin e lexojnë. Edhe kjo është një fatkeqësi e madhe dhe flet shumë për sistemin arsimor. Unë nuk jam për mos me marr përgjegjësinë aty ku na takon me marr përgjegjësinë, përkundrazi jam me shikuar të vërtetën në fytyrë, po gjithsesi nuk jam as për me ik përgjegjësi. Si Parti Demokratike, çka do të thotë bashkë me kryeministin e Ardhje Bedri Hamzën, ne kemi taku themeluesen e testit PISA, i cili ka qenë dhe e ka vizitu zotrin Hamza në fushatën e kaluar. Edhe një prej të gjeturave kryesore të testit PISA është që tregon edhe që flet që sasia e njësive mësimore, të cilën e kanë fëmijët e Kosovës sot, është 2 fish më e lartë se sa sasia e njësive mësimore që e kanë në vendet e BE-s. Edhe kjo tregon që na fëmijët tonë po i mësojmë shumë stene ka pak, po faktikisht ata nuk po mrin me u thellu në dije në asnjë prej lëmive. Në prita që Besjana po thotë 15 vende tash, masi pas ka taku Bedri Hamza atë themeluesin e testit PISA. Besa mirë ma kujtove, po problemi është që Besjanës nuk ja lype veç pakës. A na dhe numër
mentalitet shqetësues, do të thonë që zavens ministri i arsimit thotë që tu nis për praktikës, kjo tregon shumë për mentalitetin. Besion, para se shkojmë këtu veç për mentalitetin. So vende, so për Ka muj mu zotu jeta publikisht, është që rënje nuk ka me pas, që ka me pas në vitin, jo, tamam puna, se nuk është me këta mund të me ju, a ka ngritje më? Definitivisht ka me pas ngritje, tash nuk mund me thonë që se një numër modest kishte me qenë 10 vende, sepse para 10 faleminderit, 2 minutat e tu prej zerës fillojmë. Mu përmjën që di, mas pari nëse këta janë, Jani i ju. Falem, po, shkort. Nëse më lidhet me qëta. Nëse kam punu në fushën arsimit, edhe njohin, edhe din që testi është majnë vitin 2022. Do më na kena marrë përse në 2021. E nëse kanë prit për një vetë me ndryshu rezultatet, aja është rezultati i punës, më falë. Nuk ka pas më rapa. Që tash është mojtë halas kanë dalë rezultatet, në talin 2026. Tash mëjnë me pa, nështë ta ka romi aty në regull. Për që ata mëjnë me akuzu? Më në akuzu neve për në 2022, kur ne kena marrë përse në 2021, kjo është s'pa thamë paditorisës, e di që s'jenit padituna, po ma shumë është qëllëm keq. Arsema, po menën që ka me dalë ma mirë, seriosisht, apo menën që delë mirë? Po shpresoj që mujna me pas në përmirësim, edhe pse jo nuk pres në ndryshim të madh. Kam një shpresë të vogël, po jo. Pra nëse, po pajtojmë, faleminderit që je real. Kallëzom 4 vitet e ashme, qysh ka me ndru? Me gjithë ato, na kemi marrë disa pa qysh në maherë, qysh mas të sport. Ka pas takime për këtë punë, ka pas trajnime të veçanta që ndonë se qysh më uzu këta. Unë mënej që të testi pista na probleme kemi kryesisht qysh në fazën e hershme, për shkak mënej që edukimit përmirësim ka mundësi me ndiku këto. Te na, unë në 2015 e kom pa këtë pjesën e kom marrë testin PISA, pse se më kanë në arsim, jem kanë në doktoraturën atë kohë, e kom marrë dhe më ka interesu pse. Shkaku te na është për pikërisht mendimi logjik që tha më herët Besiona. Te na fëmia në mënyrë si në sistem, ato merren veç me mësim kështu mekanik të materialeve. Mënej që edukimi përmirësim me jep çat mundësi me kalu çet barrierën. Që ata me fillu me pas mendim kritik qysh edhe qysh ndron me juve? Unë mënej që ajo ka më ndryshu, po fakti që na kemi rrit. Sa kanë fillu me i mësu logjikisht ta? Unë po flas, më ta përfundoj. Fakti që ne kemi dhënë kaq prioritet edukimit përmirësim, unë besoj që ka me pas impakt. Ky impakt nuk është i menjëhershëm, nuk është veç për testin PISA, na flasim për impakt afatgjat në rritjen e cilësisë në arsim. Masa tjera që përmend, unë pajtona ka masa që kanë bëjnë edhe me testimin e mësimdhënësve në mënyra të ndryshme, domthonë, po trajnimet e veçanta gjithsesi është shumë e rëndësishme se megjithëse ka trajnime, unë e shoh që hala ka mungesë domethënë të mënyrës se çysh komunikohet me nxënësin edhe nxitjes mendimit kritik të nxënësit. Arsim edhe ty po duam të ka për premtim nëse më vinin pushtet 4 vjet deri në fund mandatit. Sa e ndron rangimin e Kosovës? Për sa? Tash edhe unë thash kuptim nuk muj me dhon shifër të sa më ndryshu. Munush. Muj me thonë, po ajo është domosdoshmë veç me ta vëshefin ty këtu, kjo nuk është një diçka që matët edhe që mund është me thonë. Jo, veç përafërsisht sa menon me aqit vetit një synim, sa menoni? Jo, unë shpresoj që ka me pas rritje, nuk kisha dash me dhoni shifër sakt, nuk pres në rritje kështu më vete, ku të dione, unë pres me pas rritje, po